nëse ke një biznes apo menaxhon një biznes, këto 10 libra janë për ty. Le të nisim pa humbur kohë për t'i prezantuar. Sekretet e gjenive të biznesit të profesor Ardian Cevicit. Këtu janë 48 histori, jo thjesht biografi biznesi, po dhe modele dhe prandaj një model i tillë do të shërbejë shumë për ju miq. Libri i dytë është Para të prishura të Lynn Alden. Ne jetojmë në botën e paras dhe njerëzit e biznesit e shumë fishojnë atë. Për të kuptuar se çfarë ka ndodhur, çfarë të ndodh me paran, ky është libri i duhur. Për ditë marrim vendimarrje në biznes, por ky është një libër që do ju ndihmojë shumë. Çrregullësia i nobelistit Daniel Kahneman. Fokusi vlen për secilin prej nesh, sidomos në këtë kohë. Prandaj një gjë vetëm nga Gary Keller mendoj që do ishte një mentor shumë i mirë për ju. Kemi nevojë ta menaxhojmë kohën, po ku ka më mirë se sa libri 4000 javë menaxhimi i kohës për bekatarët. Për këtë arsye, besoj se vlen shumë ky rekomandim për njerëzit e biznesit. Inteligjenca artificiale tashmë është pjesë e jetës tonë, padyshim edhe e biznesit, dhe për këtë arsye libri Genesis i Henry Kissinger dhe Eric Schmidt duhet të jetë një libër që duhet lexohet për çdo që ka biznes dhe punon në biznes. Ka shumë rëndësi ta njohim konkurentin, ta luftojmë atë, ta kemi atë kundërshtarin në zgjuarsi që ta konkurrojmë. Dhe zgjidhja e miq me maturi, Patrick Bet-David, është një prej rekomandimeve për secilin prej nesh që jeton dhe punon në biznes. Marketingu digital tashmë është kryefjalë e ditës për njerëzit e biznesit dhe botën e biznesit. Prandaj strategjia fituese i Renato Civilit është një nga 10 libra që duhet lexuar gjatë vitit 2026. Sigurisht, biznesi kërkon leadership, edhe ku ka më mirë se të kesh një mentor si John Maxwell, dhe libri 21 ligjet e padiskutueshme të leadershipit është një nga librat që ka ndryshuar rrënjësisht konceptin e leadershipit dhe mënyrën e të drejtuarit jo vetëm në politikë, por edhe në biznes. Sigurisht, libri i fundit është Arti i negocimit. Tjeta është negocim, biznesi po ashtu, dhe të kesh një këshillues si Vasil Naç që ndan eksperiencën e tij më shumë se 30 vjeçare në biznes, në shitje dhe në negocim ka më mirë. Prandaj edhe ky është një nga 10 libra që duhet lexuar nga kushdo që ka një biznes, punon në biznes, drejton një biznes gjatë vitit 2026. Këto libra i gjeni tek librari Leximtari në Tirana Ring Center, prandaj miq, bëjini pjesë të leximeve tuaja dhe do më besoni. Biznesi juaj dhe jeta juaj do jetë më e suksesshme me këto libra.